sot ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë që është e vdekur forca e reagimit në kulturën shqiptare, ku nuk u ngju një reagim më i fortë i ndërgjegjeve përballë rrëmbimit edhe të atyre pak shpresave që kanë ngelur në vendin tonë, sepse të rinjtë kanë humbur shpresën dhe i kanë braktisur vendin. Kush në parlamentin shqiptar shqetësohet për kulturën e jetës, edhe dinjitetit, për një familje që ndoshta është në varfëri në mjerim sepse është përqendruar pasuria në 2% shoqërisë shqiptare, as 2% jo. Kush shqetësohet për ato fshatra të humbur ku nuk arrin rruga, sepse jemi shqetësuar me shit imazhin e fasadës së rrugës që shkon ku janë zona turistike, apo me të ndërtu qendrën e Tiranës, po pasaj sa po dalim në lagjet në periferi, me u mbyt akoma në Lutse, në rrugët e ngushta, sepse njeriu s'vlen asgjë pasi për ta, asnjë trotuar nuk bëhet, e ti duhet me bë garë me makinën, ku me hell kamën. Por ne kemi shqetësimin e kulturës uok. Sepse nuk jetojnë më këta që zgjidhim, nuk jetojnë më me njerëzit. Nuk jetojnë më midis njerëzve. Po nuk jetojnë më as në këtë botë, nëse duket. Kur diçka nuk shkon, nuk shkon. E s'mund të themi jemi të gëzuar që gjërat nuk shkojnë. A mund të themi jemi të gëzuar që këtyre njerëzve që kemi besu votimin, ju kemi besu vendin, votojnë diçka kundër nesh, jemi të gëzuar. Nuk jemi të gëzuar. Çdo njeri që ka votu pas turp, sepse shkon kundër natyrës, nuk shkon kundër fesë. Shkon kundër natyrës, edhe njeriu që s'beson, e din që është burr. E din që është gru.